Mungesa e tregut, ndryshimet klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore kanë bërë që në disa zona të Myzeqes sipërfaqja e kultivuar me shalqi të reduktohet ndjesh. Në fshatin Suk 1 të Roskovecit, fermeri Sajmir Kodheli thot se nga 5 hektar që kishte mbjell vitin e kaluar, këtë vit sipërfaqen e mbjell me shalqi e ka reduktuar në 2 hektar. Kam pas mbjell bostan, kam pas mbjell perime. Po kam pas mbjell perime me sipërfaqe të mëdha dhe me punëtor. Me 10 punëtor, 12 punëtor. Sa i përket bostanoreve, 10 neve kemi dalë me humbje. Ka pas sipërfaqe edhe të mëdha, kanë mbjellë dhe me hektar tëra, për mos them 5, 7 apo 10 hektar. Ka pas në qark këtu, kanë bishan, që punojnë, një gjafallar, kanë qenë 2 vëllezër, po më duket se është larguar njëri. Edhe mungesa e fuqisë punëtore mbetet problematik madhore, e cila ka bërë që fermerëve t'u vinë në ndihmë edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Po ndoshta kanë dhe të drejta burri dhe xhenashin një pagesë e tillë ditore, sepse kjo vin zinxhir, vin nga ne, pa vetët e i fundit përse se po s'pati treg, po s'pati çmim, po s'shita unë, s'do marrë dhe punëtori ditën e punës, se kështu janë lidhur këto punë. Po që vuajmë për fuqinë punëtore, vuajmë. E njëjta situatë paraqitet edhe në zonën e Frakullës, që nuk është e njohur vetëm për kultivimin e luleshtrydhes, por edhe të bostanëve. Sipas agronomit të kësaj njësie, Erando Troka, nga 230 hektar, sipërfaqja e mbjellë me shalqi është reduktuar në 130 hektar. Janë reduktuar pothuajse gjysmë për gjysmë të mbjellat. Jo vetëm me shalqi, por dhe me luleshtrydhe dhe kulturat e tjera, me domate, me pjepër, me spec. Teksa ka theksuar se rënja e sipërfaqeve të kultivuara vihet re në të gjitha kulturat bujqësore, Troka ka apeluar për të gjithë institucionet përgjegjëse të mbështesin fermerët në këtë situatë mbijetese. Po kryesorja është tregu, duhet gjendur tregu, t'i vish në ndihmë fermerit, që atë mall që ai prodhon ta shesi, mos ketë probleme në shitje. Ndërkohë edhe në fshatrat e njësisë administrative Levan, sipërfaqet e kultivuara me bostanore janë reduktuar ndjeshëm. Dhe këto luhatjet e çmimeve bëjnë që kanë stepur dhe fermerët që nuk kanë vazhduar t'i rrisin sipërfaqet, por i kanë paksuar sipërfaqet. Fermeri Enver Selamaj thot se nga 7 dylym që mbolli sezonin e kaluar, këtë vit ka mbjell vetëm 1 dylym. Unë vjet kisha një 7 dylym, pak, po 7 dylym. Nuk pata interes fare. Edhe të tjerë që dëgjova që kanë këtu, që kishin mbjell. Kjo punë e çmimit ndryshon viti vitit. Përballë kësaj situate, fermerët pohojnë një zëri se nëse qeveria nuk do të ndërhyjë me politika mbështetëse, kultivimi i bostanoreve në këto zona do të reduktohet rësisht dhe do të mbillet vetëm sa për konsum familjar, ndërkohë që sipërfaqe të tëra do të mbeten djerë.